Të dashur dëgjues nga studio e Stockholmit përmes valëve të Radio Suedis, ju përshëndesim të gjithë juve që jeni duke na dëgjuar emisionin tonë në gjuhën shqipe dhe në këtë ditar do të dëgjoni në Norrköping të Suedis u hap java e kulturës shqiptare. Kurse tani shoqëri Sejdiu për javën e kulturës shqiptare në Norrköping. Pra, dje në Norrköping, në disa nga lokalet e bibliotekës së qytetit filloi java e kulturës shqiptare. Vizitorët e shumtë dje patën mundësi të shohin ekspozitën e pikturave të Rustem Bujupit, Shoqëret Gjurkaj, Visar Ulaj, Sejdi Zeka, Aziz Nimanit dhe veshje kombëtare të përgatitura nga Ismail Binakaj. Ekspozita është e hapur gjatë gjithë javës. Dje pra vizitorët patën rastin të shohin edhe dy filma, filmin Lufta për shkollën shqipe të Anne-Marie Bustrëm e Milaj Mzekës dhe filmin Kosova ndërgjegje e Evropës të regjisorit Ismail Ymeri. Merrin pjesë mysafirë të shumtë nga institucionet arsimore kulturore të Norrköpingut, si dhe Dr. Shaqir Shaqiri, shef i zyrës Kosovës në Stockholm, dhe Mevlan Shanaj, atashe për kulturë në ambasadën e Shqipërisë, po ashtu në Stockholm. Shanajt, ndër të tjera lidhur me rëndësinë e kësaj jave të kulturës, na tha. Po kjo javë kulturore që hapet në Norrköping është vazhdim i disa të tjera që janë bërë në vitet që shkoj, që ju e dini, fillojmë në Stockholmin një nismë e tillë, mandej në komuna të tjera, ose në Göteborg dhe në qytete të tjera në veri. Është një vazhdim i mirë dhe një traditë që po krijohet tashmë dhe duhet vlerësuar për së tepërmi. Unë me këtë rast do të falenderoja dhe do të përgëzoja autorët që marrin pjesë në këtë dhe që japin kontributin kryesor, por gjithashtu edhe organizatorët. Por nuk është pse jo, edhe duhet falenderuar edhe të gjithë bashkëdhetarët që gjejnë me rastin në këto ditë të janë afër njëri tjetrit, të shkëmbejnë mendime, por në radhë të parë duhet falenderuar suedezët që mundsojnë për të krijuar këtë mundësi, sidomos në institucione të tilla si në Kulturhuset, po them në Stockholm, apo në bibliotekat e Göteborgit, apo bibliotekën e Norrköpingut, apo edhe në Jokkmokk apo diku tjetër. Pra kjo lidhje është një hap që duhet të vlerësuar, por duhet vazhduar me densitet tjetër në nivele të tjera. Është koha për ta bërë këtë. Bisedojmë edhe me Fahredin Berishën, kryetar i shoqatës shqiptare Iliria në Norrköping. Fahredin, gjatë ditëve të fundit sikur kishit një aktivitet të bëjshëm. Po, sigurisht. Vetë dëshira që të ekspozohet edhe të paraqitet edhe java e kulturës këtu në Norrköping na obligoj pak si ma tepër që të mobilizohem dhe që të shkojmë ka ajo që me sukses të realizojmë dhe këtë javë të kulturës, që të paraqitim në një mënyrë sa më të denjë. Gjatë manifestimit të javës kulturore në Norrköping, takuam edhe disa të reja nga Kosova, të cilat ishin të impresionuara pikërisht nga zhvillimi i ngjarjeve në ditët kulturore. Bisedojmë me njërin nga ato e cila vetëm sa pa filmin për shkollën. Cila jeni ju? Unë jam Liria Brahimi. Vikën nga Kosova në Mitrovic. Jam 13 vjeçare, shkoj në klasën e 8. Çfarë përshtypjesh ju nga filmi? Pamjet nga filmi për shkollën shqipe ne krijuan të unë dhimbje për shkak se nxënësit shqiptar në Kosovë edhe me tutje janë të detyruar të shkojnë në shkollë, të friksuar nga policia dhe në kushte shumë të vështira. Pra dëshira ime është që një ditë edhe ata ta kenë mundësi të mësojnë të lesi kur se fëmijët këtu në Suedi. Afer mikrofonit kemi edhe një të re tjetër nga Kosova. Cila jeni ju? Unë shumë Sebat Ibrahimi. Filmin që e pash e kemi përjetuar edhe vetë. Unë vin nga Mitrovica, ku sikurse në çdo midis tjetër të Kosovës, policia po pengon nxënësit shqiptarë që të mësojnë në gjuhën e tyre amtare. Ata po i friksohen rinisë shqiptare dhe diturisë së tyre. Më mban shpresa se një ditë edhe për ne do të bëhet mirë. Edhe në lokalet ku ishte hapur ekspozita e pikturave dhe e karikaturave, takojmë disa të reja tjera shqiptare të cilat me interesim të posaçëm po përcjellin këtë ekspozit. Njëra nga ato është edhe e reja. Quhem Vlora, jam 16 vjeçare, vin nga Kosova, nga qyteti Mitrovica dhe shkoj në shkollë në vitin e parë në gjimnaz këtu në Suedi.
Edhe unë pra e pash ekspozitën dhe mund të them se më pëlqeu shumë. Jam e gëzuar dhe ne shqiptarët po ja afrojmë publikut suedez në Norrköping në një pjesë të kulturës tonë shumë të pasur. Posaçërisht ishin të afërta pikturat që bënin fjalë për minatorët sepse edhe unë jam e lindur në një qytet minatorësh. Bile edhe babai im ka punuar si minator në Tripq. Afër mikrofonit kemi edhe një vizitore të kësaj ekspozite. Cila jeni ju? Jam Suzana Sulemani dhe vij nga Kosova, nga Prizreni. Shkoj në gjimnaz vitin e parë. Është ekspozita e parë nga shqiptarët në Norrköping dhe mendoj se ka rëndësi të madhe veçanërisht për të rinjët. Sepse në këtë mënyrë dhe një herë parasysh na dalin pamjet nga Kosova, të cilën nuk e harrojmë kurrë. Portuar lidhur me javën kulturore shqiptare që po vazhdon të mbahet në qytetin Norrköping të Suedis. Sot ju sjellim reportazhin numër 2 lidhur me këtë javë kulturore. Ditët e kulturës në Norrköping po vazhdojnë me sukses. Atje po mbretëron interesim i madh në përcjelljen e programit të përgatitur me këtë rast. Siç thotë kryetari i shoqatës shqiptare Iliria Fahrettin Berisha, ky manifestim posaçërisht i obligon ata. Java e kulturës na obligon më tepër dhe pas kësaj na do të gjejmë forca dhe më të forta që të mobilizohemi dhe të punojmë më tutje. Është një domosdoshmëri e madhe që na emigrantët apo azilantët këtu në Suedi të mobilizohemi dhe kështu që të kontribuojmë aq sa kemi mundësi në afërmimin e çështjes sonë kombëtare. Në organizimin e javës së kulturës keni pas mbështetjen e disa institucioneve suedeze. Çfarë ishte kjo ndihmë? Po ashtu është. Kisha shfrytzuar rastin që të falenderohem shumë të gjitha institucioneve të kulturës suedeze, të cilat vërtet nuk kursojnë as mjetet e as kohën vetëm që të realizohet me sukses prezantimi i kulturës shqiptare këtu në Norrköping. Biblioteka e qytetit në Norrköping ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe ka dhënë një kontribut dhe një ndihmë konkrete. Po ashtu institucionet kishtare, s'kisha me veçuve që veshtë por gjithë dhe strukturat komunale të kulturës të në Norrköping. Gjatë ditës së parë të këtij manifestimi kishin ardhur vizitorë të shumtë shqiptarë. Ndërta takuam edhe një mërgjimtar të vjetër në Suedi. Hysen Cani është nga Shqipëria, i cili në Suedi ndodhet që nga viti 1966. Ishte i trazuar nga pamjet e filmit Kosova ndërgjegje e vrarë e Evropës. Ju prekin ato pamje rëndësishme? Shumë prekin. Shumë. Edhe me bë kritik, unë kisha bë kritik udhëheqëve të Kosovës prej viteve 60-ta deri në 90-ën. Pse si kanë hapë sytë më përpara? Që mos kishte ndodhur kjo gjë që u ndodh sot opozit. Ata duhet të kishin ditë kush janë slavët. Manifestimin e ka përshëndetur ndër të tjerë edhe Christian Söderström, rektor i qendrës ndërkulturore në Norrköping. Ai tha ndër të tjera se në Suedi nxënësit shqiptar paraqesin grupin në 9 për kamallësia. Gjithsejt ka mbi 3000 nxënës shqiptar, mirë po ende nuk janë përfshirë të gjithë në mësimin e gjuhës amtare, vetëm 43%. Mirë po në Norrköping nxënësit shqiptar po ndjekun mësimin e gjuhës shqipe. Gentiana Qitaku është vetëm njëra nga ato. Gentiana Qitaku, edhe shkojmë parën e klasë, edhe... A ki shoqe suedeze? Po. Si ka në emnet ato? Ida, Karolin edhe Kristina. Po prej shokëve dhe nxënësve shqiptar, keni ke afër aty? Lorenta i kam klasë, edhe një gjallë që ka emrin Adnan në klasë. Veç ata dy kam shqiptar. Gjatë ditëve të kulturës shqiptare, pjesëmarrësit kishin mundësi të kërkojnë disa nga ushqimet e kuzhinës shqiptare. Samka Nimani. Unë për veti kom përgatit pite me zela edhe do kifle me djatë. Për ndryshe fli, baklap, mantia, e ku e di, disa ambelsina tjera, torte,
E kështu. Manifestimi i Java e Kulturës Shqiptare në Norrköping përfundon ditën e shtunë, me që rast shfaqet një program rasti me këngë e valle shqiptare. Dëgjuat shoqëri, se i diun përderisa bashkëdhëtarët tanë në Norrköping vazhdojnë me pite flije tort, ne po vazhdojmë me emisionin tonë të lajmeve në gjuhën shqipe. Në Norrköping u bë fjalë edhe për pozitën e gruas shqiptare në Kosovë dhe në Suedi. Për këtë temë atje foli Qibria Hoxha, kryetare e Unionit të Shoqatave Shqiptare në Suedi. Ndërkaq për dëgjuesit tanë për pozitën dhe rolin e gruas në Shqipëri, sot flet artistja jonë e mirënjohur Margarita Xhepa. Nëna shqiptare, unë do thoja kështu, do ta përkufizoja kështu, që çdo njeri ka halle edhe çdo shtet ka halle, sado i fuqishëm tjetë. Unë mendoj që Shqipëria ka halle më shumë në këtë kohë tranzicioni që jemi, dhe këto hallet e Shqipërisë kanë rënë edhe në hallet e nënave, në shpirtin, në kokën e nënave. Nëna nuk e zë gjumi për politet një stek sepse kuti malli për djalin që e ka refugjat, për vajzën që ka ikur dhe nuk i dihet për fatin e saj, e për hallet e tjera në shtëpi, papunësia, e këto mendimet që ju thamë të pluralizmit, njerëz në partinë, më thënë ndeshjet e ndryshme që kanë, mendimet e ndryshme, ka nga më të ndryshme halle. Pra, këtë nën, kam qefë të pasqirohet në dramat tona, në filmat tanë. Pra unë jetoj çdo ditë me këto nëna, dhe them kur po shkruhet një dramë, e një film që të shojmë vetë, të shojmë hallet tona, të shojmë kërkesat tona, dhe si të zgjidhim të halle, si të dalin nga kjo rrugdalje. Po, nënat e ardhshme. Mendoj se perspektiva, gjithmonë njeriu shpreson për të mirë. Unë e kam këtë që nuk bie shumë pesimizëm. Kam besim që çdo gjë do bëhet më mirë, aq më tepër për sa i përket personalitetit të gruas, sepse ajo tani ka një çik liri dhe më shumë. Në rast se dikur ka qenë pak e politizuar, unë mendoj tani që ajo është më e lirë, si do thoja për shembull për poeteshat tona që ka një vërshim të mrekullueshëm të vajzave tona poeteshe. Domethënë, vazhdimisht po lexojmë libra të reja nga vajzat poeteshe. Kjo është kënaqësi që vajza shqiptare të shkruajë poezi aq të bukura. Pra, shiko në për librari, domethënë emra vajzash poeteshe, jo se s'kemi djem të mirë. Po është kënaqësi që kjo po merr, domethënë ka një frymarrje më të gjerë. Të emocionon gruaja për shembull sepse ajo po ngrihet në përgjegjësi, jo se nuk ka qenë më përpara. Femra jonë e shkolluar dhe ka tradit si do të thoja për sa i përket punës, sakrificës së saj, për shembull si thoti Malli Çajuk që gruaja nar, gruaja me dhën, gruaja këtu, gjithandej domethënë ajo rroftohej e punonte. Po ajo ka fitu personalitet, ajo të emocionon se e shikon në të tëra fushat, jo vetëm poeteshe, artiste, pa të shikon mjekë, të shikon fizikante, atë shikon në përgjegjësi që u dhejt në dikaster, e bujkeshe kudo. Pra, ajo është e shkolluar, po ka fituar dhe personalitet se vajza jonë, jo vetëm që është e mençur punëtore, po jo ka guzon edhe punon bukur. Ne në teatr kemi qenë edhe jemi shumë aktore, krahas familje që kemi rritur 2 dhe 3 fëmijë, po gratë aktorët tona u bën me personalitete, domethënë ato që qefti dëgjosh tani, se kanë luajtur disa role, disa filma, kanë pasqyruar jetën e popullit tonë, jetën e gruas shqiptare. Pra, ajo të emocionon tani që akoma është rritur më shumë personaliteti. Edhe unë kam bindjen që akoma më nalë do të shojnë personalitetin e femrës shqiptare, se i ka mundësit. Ajo vetë me punën e saj do të tregoj. Dhe krejtësisht në fund 2 informacione të shkurtra.